Në një natë ku skena mori frymë me ritmin e të vërtetës dhe gënjeshtrës, publiku kishte kënaqësinë të përjetonte premierën e shfaqjes Të resh apo mos të resh, një vepër e përkthyer dhe përshtatur mjeshtërisht nga Shkumbin i Strefi, e bazuar në komedinë britanike The Lying Kind të autorit Anthony Nelson. Kjo komedi e zezë, e mbushur me keqkuptime, absurditete njerëzore dhe situata për të qeshur me lot, merr një shije autentike përmes dialogëve në dialekt të adaptuar mjeshtërisht nga vetë Shkumbin i Strefi, bashkë me Blerim Dardhishtën dhe Visar Etemin. Në regjinë e i Strefit, e përshtatur nga skenografia kreative e Enes Dearit, kostumografia karakterizuese e Amra Ismanit dhe tingujt atmosferik të kompozitorës Arta Abazi, shfaqja vjen si një eksperiencë e përplot ngjyra, ritëm dhe karakter. Me një ansambël të shkëlqyer aktorësh, Visar Etemi, Blerim Dardhishta, Vebet Qerimi, Teuta Ajdini Jegeni, Fisnik Zeqiri, Dritëro Ame, Gentiana Ramadani dhe Melika Kastrati, secili me praninë të paharrueshme në skenë. Historia zbërthehet thellësisht komike dhe tragjike të së vërtetës. Shfaqja Të reshat mos resh është një shfaqje adaptuar nga teksti The Lying Kind të Anthony Nelson, një komedi angleze, cilën këtu së bashku me aktorët e kemi adaptu ngjarjen për ambientin e Shkupit. Trajton një temë pak a shumë tragjikomike, do të thonë personazhe kryesore janë dy policë, cilët e kanë për detyrë të japin një lajm të hidhur një çifti të moshuarish dhe hasin vështërsi për ta dhënë atë lajm, edhe në mënyrë që të dash me ia lehtësu vetes, gënjeshtër pas gënjeshtër, komplikohet situata aq shumë sa që lindin tepër situata komike, cilat po besoj që nëse publiku vjen do të kënaqet së çeshuri. Në momentin që drejtori i teatrit Ismeti më ka ftu me bo regjinë e këtij projekti, kemi bisedu pak a shumë për aktorët, edhe unë i njoh, sepse edhe unë jam aktor dhe jemi kolegë, njihemi edhe prej ma herët, edhe nuk e kom pas vështirë, do të thonë në këtë shfaqje luajnë aktorë cilët janë të punësuar në këtë teatr, Visar Etemi, Blerim Dardhishta, pastaj aktori i cili momentalisht është në penzion, jo momentalisht, po tash e tutje është në penzion, Vebet Qerimi, Teuta Ajdini Jegeni, Fisnik Zeqiri, Dritëro Ame, Genta Ramadani, edhe kemi mysafiren Melika Kastratin. Unë mendoj që kjo shfaqje do të ketë publik shumë, edhe mendoj që do të shfaqet jo me ditë, po me muje, me vite, besoj, sepse kur një shfaqje, kur një komedi pëlqehet, i del zani shpejt, edhe flasin njerëzit, shko shife, dhe besoj që ka me pas jetë gjatë. Po unë me qenë se jam i punësuar këtu në teatrin shqiptar të Shkupit, me Shkumbin i Strefin, me se mo ka vite që njihemi, kishte ofru drejtori i ansamblit ton që të punon në Shkumbimi aty, pata një telefonat, patëm dollëm një pije dhe u morëm vesh për rolin. Ditën kur u taku me Shkumbimin, thamë që do ta kthejmë tekstin dialekt që t'jetë lokal shkupjan, edhe e kam gjetë vetin me kolegun tim me Blerimin, kurse me tjerët mundohemi pak t'jemi pak ma të sjellshëm edhe prej kolegët e cilët kemi qenë në ekip edhe jemi. Prej ditës parë kemi dhënë një farë energji pozitive mes veti edhe besoj që kemi bërë një produkt tepër të mirë. Kjo është një komedi e zezë angleze, do me thonë. Në realitet ne regjisori është mundu ta kthejë në komedi të pastërt, e cila duhet të mbaroje me happy end. Për ndryshe, roli jem është një plak i moshuar i cili jeton me një vajzë e gruaja e tij e cila është me një qenë e cila vuan i ka ndodhur një aksident edhe gjithë rrëfimi do me thonë është përmes qenit edhe këtyre dy pleqve dhe dy policë të cilët vinë për të lajmëruar për t'ia dhënë të them lajmin e kopshëm të qenit. Edhe aty bën gjitha ato në komplikimet, intrigat, lojrat, pengesat, edhe ashtu në zhvillohet komedia jonë. Kam qenë pjesë e këtij teatri 43 vjet. Tash pas një 4-5 viteve prap kthehem në skenën am të themi. Bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë. Pritja nga ana e këtyre ka qenë tepër e mirë. Tepër e ngrohtë të themi kështu në miqësore, po edhe gjithashtu
me shkumbimin, si aktor edhe ai tash me regjisor në rolin, kemi gjetë një njush shumë të përbashkët, edhe me qenë se njifem edhe më herët prej filmit kur pranvera vënohet në sërit kushtrimit, ne qish atëherë jemi njoftu pak, për jo aq afër së kur tash. Edhe kemi kalu shumë bukur, edhe shkumbimi arriti të krijojë një shfaqje të përmbledh një ekip shumë të bukur. Mendoj se shfaqja do të jetë mjaft interesante, intriguese për publikun. Tash megjithatë fjalën përfundimtare do ta ketë shikuesi. Më tregoni përfund si është ndjenja të riktheni në skenë. Ju mungon skena edhe pse ndodhin një shfaqje të tilla që ju rikthejnë sërish në shtëpinë tuaj, mirë po si e përjetoni skenën tashmë që jeni të themi duke shijuar pensionimin? Po mirë tash, ta kisha di që më herët që marr pare pa punu, kisha dalë më herët në pension, shumë më bukur. Nëse kjo është pak. Mirë po, të them, normal, ndjenjat pak janë më të ndryshme nga më herët, sepse ke pas një kontinuitet, një energji që të ka përcjell gjithmonë, pastaj një shkëputje, mirë po, unë nuk kam qenë edhe aq i shkëputën prej jetës artistike, sepse kam pas filma të shkurtë, sinkronizime, pastaj disa projekte tjera, kështu që kam qenë mirë, po në shtëpi e nam, kjo pas pensionimit është roli i parë. Ftesa ka qenë se punojshim një shfaqje tjetër lart me shkumbimin Ricardin e tretë, edhe njëkohësisht fillu me vazhdu këtu poshtë. Filloi procesi pak me provat ndërpreme, po ja dolëm, sot e kemi premierën, edhe jam e kënaqur shumë se sot po muj me shfaq para publikut. Ka qenë një proces komedi, domethënë kemi kalu shumë mirë, kemi pas momente që kemi qesh edhe na vetë, ka shku gjithçka mbar. Roli është një vajzë rebele, si me thani, një vajzë e re, shumë jo e rritun, që mendon se bota sillet rreth asaj, edhe me gjeste jo të mira, me gjeste jo të këndshme, mundohet me sjell diçka, po është thjesht një vajzë e re që është 2-13 vjetë, që rren edhe për moshën e saj që e ka pak më të madhe, kështu që kjo është. Që tu të roga? Në më pas të tekë. Qysh? Qysh? Njëri zinjës. Kush unë? Jo në mejnë, normal që të. Se unë? A hute të të gëllara? Ja, unë mund të gëllara një odonjë, me një mirozitës. Sa për mirozitës që ku e ki? Logik shumë e thjeshtë. Nga forë. Në që se ti nuk im shënzire. Ata nuk kanë që që morin veshin nga dujna këtu. Nësa ata se morin veshin nga dujna këtu, që shpa të vëre. Ski shqep, lojë. Logik pak me thjeshta, hupe petka glava. A nuk banë me ti mirozitës? Banë po e hupe besimi krejt dy mësë. Këshë. A këtë o shka pak më ndiri? Nëse nuk i se bezë të listande, dje që kime të fëmi dy vërcu. A nëse nuk i se bezë kolegës, dje që nesër 100% i dek tije. Për një zile dhe? Pa i sot një zile, nesër dhe ne manjak me sakiz gryja me falasha, ishte vjetë nesër. Nesër si në punë. Nuk me nova ku palisht. Edhe Bajram është, nesër. Po e di, edhe Krishtimit, janë. Qysh për një ditë? Po dhe? Qa s'ki dhja? Së pas të ti? Bajrami Lëviz ka 10 vjetë në vjetë, kështu që si vjetë i ka rallë mu taku me Krishtimit bashkë. Sa vjetë i ko? 34. 34! 34, bre, shka ka mu që di, 34. Mos i kej ka 34, atër i bjenë që të du më komplesh plot. Bëz do me thamë, bërë shte e kanë një moshën 16 vjeqare, këjtë ti? 16? Mu dhe, njërës për me bëf milën moshën 16 vjeqare. 16 plus 34, ty një me. A një me. 50 ka thë, 50. 50? Atër të janë definitisht plesh. Janë bre, 50 që ditë sotit, me 50 që në këtyne herë, nuk janë njëta, kuptuhe. A 30? Po, që në që... A më ka du lo shaki. Ty nuk ka një qika dikshë komunikacion. Ty nuk ka 30 që të mërë. Shumë kam qërë të qute Shani Tredi, e më të qirë kryet në këshu shaka më rejna në olja kësha. E më në bjeri zilus, bjeri se në dhëm që to. 3 satë shfaqe të më në dojë. Bjeri!
A vame me kërësit në dhe? Jo, mirazit. Pse s'po bajka me kërësit në dhe, për shembull? Pse mos mirazitës, për shumë. Po ja, letë, po tu ta më smatu të bizilës në kërë. Kërësit, për shumë. Hajë, kërësit. Kërësit. Po, Definitivt për bizilës. Për bizilës. A je gati? Shaki. Po tu ta vrenon në tashë. Se me formalizje po tu. Po be kur ta morin vesh të armi, jo zemra, po tamba ka për kjo robe. Doma. Po. O, shqam të pohën e doma. Po ka tje. Ajde, ose zina shke të më. Qysh, tu të tra damba të mu? Po. Ose tu të tra damba të mu, qek me bizilë më shëtë. Po. Gafur. A ka zonë ti më herën e fundit kur shkum për zëre që i ka plakën që e hangër Johani. Kush i razilës? Ti. Unë, shpakarinjë në Gafur. Ma ti ki për vode ma shumë. Po? Unë që ka të të qëtë unë, pa e atër që dojnë të të. Nuk po puna ti musi të shtu. Jam një qenë më Gafur! Do të qenë a këti! Ma të më zbërtit. Nuk jam të përtit! Falë. E vu punina kje qenë që zitohet të bërë. Faj puna policit nuk ka me vish minon njerë të rrugë, mi të në lidje pa lidje. Jo kuj ki rritmi, jo është migohë që s'punoj ka, o drita s'ka në du të punu, jo me një qajtore ta natën me një domina anena. Na kur kena apliku e kena ditë se mi si sene kena nuaj. Qishtë për kena apliku e kena ditë, Allah? Kena ditë që kena më bënë që si state. Unë kemë në rramë që bajram është. Jo, sa të është tarifë. Nesër o bajram se i shvide të hecin a bajram dhe Menajve që shto që punë. Që në rramë që 2 ditë lota i kina nga fort. Tu nga grejan, kur kush në i mes. Shkoj me shtërinë më këpë kërë shpikës. E ta bojnë ato, kërën e gjevit të më. E ti grejnë kom për pjetë, ra! Jo, si ngrej kom se haram është. E jam në nga të dozat e mira komandiri që jesë me viski. Haram është edhe aje. Ka kuqët e babadinit i nëjë Haram, haram. Ej, e morë një qurë, më re që jesë një skatë. Haram është, jo, qura në poshtë haram ma ka një problem. Ketë markita ti kumë hecë qurë këtë nësë më gjepit. Që ke mo? Mora se së gjupi holandeze, një si magnet që. Ta fërë, Me grashak. Sa me njëra. Pas farinirën që, një bjesë, si vazilim bro. Ka fërë, në një problem. Qaj së gjuki, holandez? Ka për një farë letret vogël ma shkrumë, sa, stoj, ki. A e ke të zume herë? Unë bëqë Ismail Gadarejnë të zoj. Ara, kush Ismail Gadarejnë? Së gjukja? E thëjo, ta shto nga thërë. E thjo? Po, Haram është. Ma me se shka bot një natë të bot për natë. E një ha, Vizilës, që është bot. I benzines pa më veta, në gotja, se më gotja. Ti më falë, më shrej zilës ta më kalëzumë. Po e nuk frita që ke unë gu nga thërë. Po tu të sha? Unë e një rritë në që ka për të qa. Për do la vizit. Edhe mu tut ki arsirë se mu tut. Sa unë të është natë e rifës, pleshen rëdo gjakit, e ka vënu një qurë, se qura kishe kas mos në plek. Fu knaq, dalë në dhe ja oprishi natën. Jo natën, por komplet jetën ja oprishi. Kështu që, kush hanë gjynoj para lajt? Në vështi, po adhone e hatë është me ti. Unë e ku menu që policë du të mi pështu be njerë, se o mitra nuk krejt. Një vëllo, shfar foj kemi në, që këtë në ka do fatkesi. Mu e porë nuk më honge për fatkecinë këtime. Ka njerë që nuk dojnë me mi ditë këtë cerët? Po t'i kush du t'mjë kam t'u oda, fo. Ka njerë që nuk dojnë mi ditë këtë cerët i vetë në këthon. Une! Mos më nëzër fjallë të donë. Qa du më Mos më nëzër fjallë të Jo, donë. ja, foj qëta, shfoj. Me vetëm më këthon që s'ke dosh mi ditë këtë cerët për grëndone. Po. Kja shkom të diçka tjetër, vlok, të mu su përzi. Thonë beri sa si ku më zonë në delë, po i zona. Ja, shkoj në bile, jam të një idiot 4 orë të shpetit. Herën e parë, kur më traftoj gruja me ato s'gërgjie pasat, a herën e dytë, po të në si hugardi të këta politikantë. A, mos ka nëj problem, zënjush. Kalëzam një mu.
Qa e të qëto? Të ina për një qështje policore. Qështje policore, a? Shfarë qështje policore ko ka kjo? Kam frikë se nuk e keni lirin që ta zbulur. A nuk e keni lirin? Që e shkurtë dhe shqip, s'pëdojnë me të kalëzëm, që? Humorista jo, a? Jo, najna policët ti. A e dini që shumë shtin me kish që kjo fjallë nuk e kena lirin? Se që më bënë me menu që dikush ashtë i lirin? Të resh apo mos të resh, një komedi që të bën të qeshësh, por edhe të mendosh thellë, një premier që u mirëpret me duart trokitje të gjata dhe meriton të shihet nga çdo adhurues i teatrit të gjallë dhe të guximshëm. Ha? Qa më shkru qëto? Ku? A din me ledzute? Po, ku po shkëmu? A më falë, më kam përzi shkronjat.